Dhe nashta kur t'jem ka mesi fushatës mu i dalë me përqindjet sakt, por sot ato që ka jam e bindur, është që Albin Kurti nuk do t'i marrë 42% dhe situatat të cilën e kishim në Kuvendin e Republikës Kosovës për 10 muaj rresht, nuk do të përsëritet më. Kjo, sa për këtë pyetjen e fundit, nështë krejt dhe do t'i kthejem pjesës tjetër, sa i përket... Mos në jarra qërshijat. Jo, qërshijat i kam qërshin bitor, fund. Qërshijat nuk harrohen, tash me që po insistoj edhe Arbi edhe ju, qërshijat sepse Albin Kurti çdo ditë e han nga një e më shumë qërshi, ju tashmë batutën e qërshive dini dhe nuk besoj që ka nevoj për elaborim sot këtu, po Albin Kurti në çdo paraqitje ti mediale, televizive, apo në konferenca shtypja kudo tjetër, e hanga një qërshi dhe e prodhon nga një skandal. Prandaj, qërshijat janë më aktuale se kur dhe nëse kisha bo slogan të fushatës time personale me qërshia, besoj që do të kisha një sukses të jashtëzakonshëm sepse e ka bustirat që thonë Albin Kurti